Ka ndodhur diçka tjetër, se u përmend pak a shumë. Ka nga vitet 70, nga fundi viteve 60 tuti, nga vitet diku fillimi viteve 70, sidomos mas 73-shit, Izraeli ndjen që nuk ka qenë më mas 73-shit fuqia e cila mund ta fitojë luftën, dhe ky rreziku ekzistencial është futur edhe në logjikën e mënyrës se si organizohet përfaqësim politik në arenën e brendshme politike. Ka pas shumë pesh bloku, jo vetëm sionist, por bloku kolonist mesianik, i cili ka filluar ta dominojë politikën dal nga dal, nga fundi viteve 70, fillimi viteve 80, me djatha ekstreme, dhe është bërë shumë i fortë, sidomos me ardhjen e ebrejve nga ana e Rusisë, dhe me idenë dhe me prezencën e kolonëve. Dhe praktikisht këto partit vogla politike, këto dominojnë skenën e Izraelit, dhe Izraeli dal nga dal, ky aspekti, ky shteti i famshëm, edhe modern, edhe deri diku barazitar, socialist i viteve 48, ky ka humbur komplet sensin e vet. Tashmë është një shtet mesianik, teokratik, i cili i shef armiqtë e vet si armiq ekzistencial. Dhe vetëm mënyrë se si mund të mbijetojë është që të zhduki armiqt, por nuk është aq e thjeshtë, edhe me Gazën nuk është e vështirë. Imagjino pastaj me Iranin. Dhe pa mbrojtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ekzistenca e Izraelit bëhet e vështirë nëse vazhdon në këto terma, pra nëse nuk arrin dot një lloj modus vivendi me ata që ka afër, qoftë edhe me palestinezët rreth parë, por edhe me ato që ka afër.